Pas 12 ditëve në luftë, duket se do të mbizotroj paqja, sepse sipas presidentit amerikan të Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka thënë se Irani dhe Izraeli janë pajtuar për një marrëveshje të armëpushimit, por Izraeli ka pretenduar se në fakt gjatë orëve të para të mëngjesit është sulmuar nga Irani sërish, është shkelur pra kjo marrëveshje për të cilën njoftoi Trump, a mund të jetë afatgjat një marrëveshje tillë nëse ka dhe apo planifikohen në heqje skenar të ri. Të flasim bashkë në këtë blok të parë me një panel ftuarish. Argentina Vdyli Ari është më një, kënaqësi të kemi në program, faleminderit. Faleminderit. Lucy Bilali, faleminderit shumë, kënaqësi të kemi këtu, dhe nga Izraeli na lajmërohet Ita Gani, përshëndetje Ita, mirë se vjen. Përshëndetje. Atëherë me që natyrisht të kemi atje, unë do doja ta nisja me ty për të kuptuar nëse ka pasur një sulm nga Irani orëve të fundit. Po. Sot ka qenë një mëngjes shumë i vështirë nga të gjitha ditët e tjera, sepse kemi pasur sulme të njëmbasnjëshme, mund të them 4 o 5 sulme të njëmbasnjëshme, të cilat kanë bërë dhe dëme dhe në pallate janë vrarë dhe njerëz, sot ka dhe viktima, domethënë kanë qenë sulme të tmerrshme. Mbasi morëm njoftimin në orën 7:30 që vërtet do ketë një armëpushimi, u gëzuam dhe vërtet të shpesuam që të ketë armëpushimi. Por ne jemi mësuar, gjithmonë arma e pushimit vjen nga ana e Izraelit, që ai është i pari që duhet të ndalojë luftën. Dhe natyrisht që kjo armëpushimi si duket ishte një lojë, nuk di si ta quaj, sepse vërtet kishte mbas gjysmore, mund të them, përsëri filluan sirena dhe përsëri sulmet e Iranit. Kështu që deri tani nuk di çfarë të them, domethënë të besojmë për armëpushim o të besojmë për një armëpushim vetëm nga një anë, nga një shtet. Por a kishte konfirmim zyrtar nga të dyja palët, Ita? Kishte konfirmim zyrtar edhe nga Izraeli dhe nga Irani se është arritur armëpushimi dhe mund të ketë qenë një afat tjetër kur do të hynte në fuqi dhe këto që i keni dëgjuar ju në mëngjes mund të kenë qenë përpara zyrtarizimit në realitet në terren? Jo. Sulmi ka qenë mbasi u njoftuam që dini nga dhomat e sigurimit ka armëpushim, Irani do me thënë ra dakord për armëpushim dhe mbas gjysore o një orë mund të them, përsëri shifen sirenat, përsëri shifen që ka gjuajtje sulme nga Irani, që ai vërtet nuk qëndron në këtë, si thua, në këtë, do me thënë kontrakt, nuk di si ta quaj në shqip, por që vërtet pati një prishje të kësaj kontrate dhe ndoshta nuk di çfarë them vazhdimi, por ne jemi mësuar, do me thënë, gjithmonë që thonë ka armëpushim, ne jemi mësuar që arma pushimit është vetëm nga ana e Izraelit, gjithmonë, sepse duhet kuptuar dhe diçka tjetër, që Irani vërtet si shtet atje nga i gjuan prezat, ndoshta nuk gjuan, por ai ka të gjitha ato ushtrinë e tij dhe veglat e tij ka rreth Izraelit, që vërtet si thonë është ai që hedh gurin dhe mçef dorën. Kupton, kështu që Izraeli nuk ka armëpushimi, Izraeli akoma sulmohet. E qartë, Ita. Bilali, që ka ndodhur në realitet? Ishte një paralajmërim i gutshëm i Trumpit në kuptimin që u arrit një marrëveshje armëpushimi apo çka kishte palë tradhtuese në këtë rast? Si duket kjo luftë është një fjali jashtë kontrolli, kjo luftë duket është nën kontroll dhe shifet nga goditja dhe kundërgoditja amerikane ndaj Iranit dhe Al-Dudi do thotë që baza amerikane të Doha Katarit goditja saj kanë menduar gjithë që Amerika do kundërpërgjigjet. Mirë, po për kundrazi Trumpi ka paraqitur një fjali që tani është koha për paqe. Do thotë kjo për konsum brendshëm. Të interesuar për këtë moment, mund të them, nuk janë të dy palët për një armëpushim. Ai 6 orë që ka qenë duket 12 një natë se ka rënë ora 7 mëngjesit në 7:30. Goditja ka qenë vërtet në pjesën veriore të Izraelit, e Iranit, por mos harrojmë që edhe gjatë natës Izraeli ka bombarduar Tehranin. Dhe kjo do thot fajt tashti është jetim. Pra se ka respektuar as Izraeli në anën tjetër. Po shef, duket që është një lloj triku, nga se Trumpi i nevojitet edhe për konsum brendshëm, por edhe për autoritetin e tij që të arrini paqe. Dhe do thot kjo ka të bëjë më tepër në aspektin si personalitet, si presidenti një fuqie më të madhe. Mirë, po Izraeli duket, por edhe Irani nuk janë të interesuar për këtë moment që të ketë paqe, sepse nuk dihet kush do ta merr titullarin e fituesit. Është problematike kjo. Të dy palë do ta paraqesin si fitore të palës apo anës tjetër. Mendoj që kem hinë një gravurë të tillë e cila bota ka bajt pram një shpresë shumë të madhe që do arrihet një paqe, edhe pse u lut prap Trump që respekton armëpushimin
Dhe më duket që kjo do qënë në një situatë edhe më të rëndë, nga se goditjet dhe kundërgoditjet do t'jenë të ashpërta. Mendoj që deklarata e Ministrit të Financave Smartić të Izraelit kalon një përshtypje jo të mirë. Do jem edhe më të ashpër me Gazën. Nuk di çka me qenë më ashpër me Gazën. Do ta ndjekum Hamasin dhe do t'i kthejmë pengjet. Kjo do thotë tregon që e vërtet që situata do jetë edhe më e vështirë në të ardhmen. Situata do t'jetë më e vështirë në të ardhmen, thotë Bilali, por në fakt si e ke parë gjithë lojën edhe me fjalë në anën nga pala amerikane, në realitet nga presidenti Trump? Po, Jona. Fillimisht presidenti amerikan Donald Trump në rrjetin e tij social Truth Social tha që arrit paqja dhe se e tregoi edhe një farë timeline, tha në 2 motorët e para iranianët do të pushojnë, në 2 motorët e dyta dhe Izraelit dhe do të arrihet një pushim brenda 24 orëve. Deri në minutën e fundit të 2 palët kanë bombarduar, Izraeli ka arritur të vras edhe një komandant madh të Gardës Republikane, e cila, domethënë, në udhëheq një provincë nga ku bëhet transporti dhe ka ndërlidhje me Hamasin dhe Hezbollahun, që kjo është një nga 10 komandanta të Quds apo dhe të Gardës Republikane Iraniane, të cilët direkt kanë qenë të involvuar në përgatitjen e sulmit të shtatetorit Hamasit në rripin e Gazës. Edhe ndërkohë, për fat të keq, raketat iraniane kanë goditur një qytet në qendër të Izraelit, me rast më së paku 4 civil kanë humbur jetën, edhe si duket ajo ka vënë në pikpyetje këtë... Në jug, jo në qendër, në jug. Në jug, po, më falë. Në jug, në Bersheva. Po, se komik nga geografia kështu prej orëve edhe më ka ikë. Po, bajgore pak, 4 viktima, kemi deklaratën e Ministrit të Mbrojtjes Izraelit, i cili ka deklaruar që nuk ka arë pushim dhe se Teherani do të goditet në mënyrën më të ashpër të mundshme. Gjërsa edhe ana iraniane edhe ana izraelite e pranuan që janë dakurduar me iniciativën e Katarit edhe të Amerikës për një arë pushim. Mirë, në fakt, më lejoni të lutem t'ju uroj mirëseardhje dhe zotëriut Emanuel Bajra, që është bashkangjitur në program. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit shumë që jeni në program sot dhe në fakt orët e fundit, ashtu si që kanë qenë edhe ditët paraprake, duket janë të jetë dinamike dhe ne në fakt, zotëri Bajra, në program tash sa ditë kishim shtruar pyetje nëse mund të kishte apo nëse mund të kishte një lëvizje nga ana e Iranit për të prekur trupat amerikane gjithandej rajonit. Dhe natyrisht shumë kush e kishte parë si mundësi që mund të ndodhte një gjë e tillë, kjo tashmë dhe ndodhi se ka pasur pra një sulm të bazës amerikane në Doha dhe një heshtje të Trumpit. Në realitet do të presim një kundërpërgjigje të paktën deklarative shumë të fortë nga Trumpi. Po, e vërtet, ishim të gjithë në pritje, ishim në nete duke pritur një kundërreagim ose si themi një kundërreagim në aspektin e medjave sociale nga presidenti Trump, duke përdor platformën e tij Truth Social, por nuk çoj uja jo dhe si duket jemi futur. Unë kam thënë shpesh që presidenti Trump e ndjek mendsinë e tregtarit të bursave. Pra nuk është një nga presidenti si që patëm presidentin Obama, ose presidentin Clinton, ose Biden, ose të tjerët në histori, të cilët kanë qenë shumë të vendosur në marrjen e aksioneve ndaj një vendi që paraqet rrezik për interesat e Izraelit edhe për interesat amerikane. Mos harrojmë se presidenti Trump po luan si themi, një strategji multidimensionale, duke mos u pajtuar konkretisht edhe tërkohën plotësisht me Benjamin Netanyahun, në anën tjetër do të arrijë një farloj ekuilibri dhe balancimi me magën, me masën ndjekse brenda shtetit, brenda vendit të tij, por në anën tjetër mos harro se elefanti i madh këtu është edhe Putin, edhe Rusia. Si duket, Rusia ka dorë këtu në këtë farë negociatat e fundit të armëpushimit, sepse jo koincidentalisht Ministri jashtëm iranian iku në Moskë dje, përderisa në mbrëmje patëm prononcimin presidentit Trump për armë pushim. Pra, për presidentin Trump kjo është dilemë e madhe që duhet të rregullohet, por e di shumë mirë presidenti Trump që nuk mund të rregullohet, sepse nëse Izraeli vazhdon të kërcënohet tërë kohën, përderisa 400 kg uranium i pasuruar është zhdukur brenda vetë Iranit, atëherë kjo përbën një rrezik shumë më të madh se sa pozicionin edhe kohën kur ishim para të shtunës. Pra, është zhdukur, është lëvizur nga ty, pretendime dhe mbase edhe teoritë se mund të kishte lëvizur gjithçka nga aty përpara sulmit amerikan, mund të qëndrojnë Bajra?
Po, gjithsesi, jo që është konspiracion, por ka fakte sepse incizimet edhe regjistrimet satelitore tregojnë, sikurse agjencitë britanike, Mossadi edhe CIA e kam verifikuar që kjo është bërë, por është zhdukur diku. Diku në, mos harrojmë se Irani në përgjithësi ka gati 35 vite që hap tunele gjithandej. Isfahani edhe Fordo janë njën nga tunelet, njën nga bazat e këtyre vendqëndrimeve nukleare. Ka lokacione tjera për të cilat shërbimet perëndimore dhe Mossadi janë duke u marrë. Edhe kjo është një farloj, si themi, një farloj devijimi nga përditshmëria, sepse nga përditshmëria gjeopolitike dhe nga dinamikat e lajmeve të fundit, sepse çka është ekzistenciale për Izraelin, por edhe shumë e rëndësishme për shërbimet edhe për interesat amerikane është gjetja, identifikimi edhe lokacioni i kësaj 400 kg uranium që thuhet është pasuruar deri në 60%, nevojitet 90% pasurim i këtij uraniumi që të krijohet mundësi bërthamore që ato atëherë të mbushën në raketa dhe të lancohen kundër Izraelit. E qartë, po. Në inkuadrim në lidhje me ndikimin e Rusisë, Rusia of course që ka pas ndikim në këto zhvillimet e fundit, por mendoj që kitë kontra nga asaj që pretendohet. Pas vizitës së zëvendës kryeministrit iranian në Rusi, unë mendoj që erdhë edhe ky reagim i butë i Iranit, sepse Irani e bombardoi bazën amerikane në Doha, por fillimisht i ka tregu atyve, që kina me bombardu, Amerikanit i kanë largu të gjitha, do me thonë, një granat ka kaluar, apo një karot diku në përshkretir, nuk ka asnjë dënim. Unë mendoj që në fakt Irani pasi e ka vretur që në Rusi nuk ka kërfandime, është rikthyer në vend edhe ka pranuar që të vijë deri te një lloj arpushimi duke e shitur atë sulm në bazën amerikane në Katar si një suksesi pa paraport. Por aja kërkoj në realitet, duhet shkojtë ita se do ta lirojmë vetë pas pak, ita aja kërkoj në fakt Irani Rusis kokat bërthamore, se ne patëm një kërcim të Trumpit që po ja dhat në fakt në realitet kokat bërthamore Iranit, do të përdorim armët më vdekje prurse në histori natyrisht. Unë di që Rusia, Putin, dha një përgjigje shumë të zgjuar Iranit që pretendoj që e para punës nuk do të marrë pjesë në të mbështesë Iranin, sepse ka një përqindje të njerëzve që janë rusë në Izrael. Dhe në këtë pikë them që në këtë luftë të paktën të suksesshme, do të them, të Izraelit, pam vërtet kush është Irani, kush është arma bërthamore e Iranit, çfarë fuqie ka Irani dhe çfarë mbështetje ka Irani. Do me thënë, për Izraelin ishte një sukses dhe për botën, natyrisht një sukses shumë i madh që një kërcënim kaq i madh prej 28 vitesh që populli i Izraelit e ka vuajtur edhe në realitet, jo vetëm me kërcënimin në televizor, dua të them, ky ishte sukses shumë i madh sepse e para punës që u bë një luftë e tilla prek vitesh, ishte kjo frika e armës bërthamore dhe fuqia e madhe e Iranit. Dua të them që në këtë luftë ne, edhe unë personalisht, më të them, vërtet ai hodhi ca bomba shumë të forta, më të forta se sa erdhën nga Hezbollahu dhe Hamasi. Vërtet ai ka ndërtuar një Iran, siç e tha shoku përpara, me tunele. Po ai ka ndërtuar dhe një Iran të vogël me tunele. Dhe a janë në këto tunele duke u strehuar pra 400 kg të uraniumit? Se duam të dalim gjëra konkrete, jo mbase në çështje historie se pse nisi gjithçka. Po të paktën këtu nuk flitet për këtë pikë, këtu flitet që çdo gjë është shkatruar, por ajo që është e rëndësishme dhe në qoftë se ka një thonjë të tillë nga Irani që unë nuk besoj, por them që ajo që është kryesorja u shkatëruan të gjitha fabrikat, të gjitha ato ambiente ku do prodhoj ky uranium dhe ku do prodhoshin këto armë. Të paktën i duhen dhe një 30 vjeçar që të filloj të ndërtoj nga e para ato fabrikat për të përdorur një armë të tillë bërthamore, dhe kjo është një sukses i madh dhe na sjellë të paktën një farë qetësie në këtë pikë që deri tani vërtet ishim me frikë për përdorimin e armës bërthamore nga ana e Iranit. Dhe se keni më këtë frikë? Nuk është kjo frikë ta më? Unë sot nuk e kam këtë frikë, sepse pash vërtet kush është Irani. Në këtë luftë që kishte mundësinë
Mundësia e kësaj lufte është dhënë mbas 30 vitesh i cili kërcënon Izraelin, i cili do të zhdukë Izraelin. Çfarë bëri në këtë luftë? Konkrete, i keni të gjitha konkrete, çka ka hedhur dje një pres gjoja te amerikanët që kanë në det, çfarë ka bërë konkretisht? Vetëm një zhurmë, vetëm një qenë qëlef, vetëm që absolutisht nuk pam asnjë forcë të Iranit i cili ka kërcënuar gjithë botën e ne të gjithë dhe gjithë të kohë se çfarë do të bëj. Çfarë bëri? Konkretisht, vrau njerëz, patjetër që vetëm te njerëzit i hodhi preza, se s'ka ku t'i hedhi. Nuk ka fuqi tjetër, por ama suksesi i madh është që Izraeli arriti të gjithë programet e tij dhe ka dhe një program të rëndësishëm të lëroj pengjet. Dhe e arriti vetita, vetëm nga arriti këtë, e arriti natyrisht me Amerikën, por me gjitha të një do të shojmë tutje se qka do të ndodhi ta, më letë të falenderoj shumë që ishe sot në program, kënaqësi për herë të kemi natyrisht dhe për të na mbajtur të informuar në lidhje me atë që po përjetoni ju tashe sa ditë, por në fakt duke pas parasysh edhe situatën në Gaza tashe më shumë muaj e vjetë. Do t'jemi në kontakt besoj për shkak të zhvillimeve edhe ditëve vazhdim. Faleminderit shumë. Lutem një ditë të mbarë, faleminderit dhe ju. Faleminderit shumë. Bilali isha të kthejmë tek çështja tek Rusia, pozicioni i Rusisë, kërkesa që mund të ketë qenë natyrisht me që Trump pati një prononcim lidhur me një mundësi që Rusia ta furnizonte me koka bërthamore, i tha jo Rusia përfundimisht Iranit. Jo, Rusia ka luajtur edhe në marrëveshjen për partneritet strategjik, te pika militarizimit ose ndihmës ushtarake siç e ka me Korenë e Veriut nuk ka pranuar. Ka ditë çka pret Rusia. Plus është angazhuar në Ukrainë të ndoj vinë dje për atje. Mendoj të them pak edhe Trump e ka qujtë boss i madh Putinin. Ai e di fare mirë, drejtem, se janë goxha kështu shok të mirë. Shifet, s'po ka karuar edhe për ditëlindje. Por Rusia nuk the kokën për Iranin, du të merrem vesh. Edhe suhojnë në 35 që nuk ka dashur t'ia dërgoj, edhe pse ka qenë një farë lloj marrëveshje. Problemi është Kina. Krejt fokusi orientuar te Rusia. Kina është ka spekulime Korea e Veriut, dhe Kina dhe Pakistani. Mund të averizojnë me bombë të gatshme Pakistanin. Këtu është problematika. Ta furnizojnë? Po. Ka spekulim. Këtë nuk e them në preciz, të vërtet, mirë po ka spekulime. Medvedevi dihet, ka propagandë tillë, do të gjujmë Sarmatin, Anglin, do ta shkatërrojmë Mbretërinë e Bashkuar. Gjitha, këto hynë në radhën e propagandës që me të vërtetë besoj nuk çokundi. Por, të kthejmë pak te pasurimi i uraniumit dhe centrifugat. Konsiderohet ky 400-500 kilogram uranium, ka mundësinë deri në 6 bomba të prodhojë Irani. Por problematika që ndër këtu, aja Zoja tha që u shkatru programi bërthamor, nuk e besoj. Fordovu nuk ka shënimet sakta, sa u goditur. Pastaj Natansi duket ka pësuar dame. Por nga reagimi natyror, reakcion fizik është vretur se ka pasur aty në fakt? Filmat satelitore ose pamjet satelitore janë të koklavitra, nuk ka... Besoj, shif, është Sven Vitkov, i cili para dhe gjatë, edhe tash, ka kontakte me Iranin. Ka kontakte. Mos habitni, gjatë luftës, sustat, inteligjencës, edhe të armikut, edhe të kundërshtarit bashkëpunojnë. Dhe nuk është, shif, mu me Katar al-Dudajt, bazën që ka goditur, 14 raketa balistike, ka mujtë këtë me Fata, ka qenë shkatruse. Me qenë se Amerikanë kanë tërhequr bazën aerore edhe majeret, gjona teknike dhe thot një raket ka goditur, nga ajo që ka është zyrtarisht, pej 14 balistike që mund të këtë qenë më shumë dhe nuk raportohet? Jo, është problematika tjetër. Pse s'ka gjujtë Kuvajt, Bahrain, në Emiratet Bashkuara dhe në Arabi Saudite. Është një problematikë, unë e kom dhënë një sqarim, një koment edhe në faqen time, pse janë këto arsyet. Thar sistemi amerikan është jashtëzakonisht i fortë edhe në Arabi Saudite edhe në Emirate. Në Kuvajt, Bahrain, popullat shiite ka, dhe nuk ka dorë destabilitetin e brendshëm të arrin. Me Kuvajtin pashtu ka një bashkëpunim dhe sidomos me Dubai në Emiratet e Bashkuara ka investiment Irani. Dhe kështu nuk ka dorë të raportet ti, sepse atër ishte detyruar Arabia Saudite të del në një farmyre në krah me Izraelin dhe të godet Iranin. Dhe thot, kjo tabloid, e rëndësishme është të jem shumë i shkurt. Ajo që ka thonë Trumpi, që sharoj këtë 12 për Iranin, 12 për Izraelin, të arrijet kjo armë pushim, besoj do jetë shumë e vështirë. Do jetë shumë e vështirë, nga se problem kyç në lindjet e mesme është çështja palestineze. Pa rritur kjo çështje, ranin do ta ketë Turqia. Mirë po, Kinën mos ta harrojmë. Kina është aduti kryesor që dëshiron Amerikën ta dobësojë në lindjet e mesme. Dhe rruga me ndafsht
e kinezve. Bile edhe sekretari i shtetit Mark Rubio ka kërkuar nga kolegu i tij kinez të ndërhyjë, jo të bëj presion, se nuk mund të bën Kinez presion, por të ndërhyjte Irani që mos ta mshel ngushticën e Hormuzit, sepse dikon 10 deri në 20 Dhe atë ishte me gjuri, sepse në fakt 2 prej aleatëve të vetë Iranit do të opsoheshin këtë realitet. Situata është për dy Zonja Bajrami, me këtë përfundoj. Situata është mjaft delikate. Krijimi i rendit botror, ndryshimi i gjeopolitikës komplet botërore, dhe ku do të qëndroj perandëria perëndimore dhe lindore në krye me Kinën. Nuk është rastësisht me Irani. Irani ka 1,600.000 km2 dhe është jashtëzakonisht vend tërhec dhe me burime të rëndësishme për Kinën. Dhe thellë dhe vendet arabe do të gëzoheshin dobësimit të Iranit Ari dhe natyrisht shkatrimit të programit bërthamor të Iranit, se në realitet pavarësisht raporteve ekonomike ne shohim sot vendet arabe të pa pozicionuara në këtë që po i ndodh Iranit. Është interesant se përmeni Pakistani, që vetëm një ditë më herët Pakistani e propozoi Trumpin për presidentin për çmimin Nobel, se ka ndihmuar me ndërprer me luftën me Indin, edhe dje thanë, jo, ajo është kriminal atje. Kjo të regon pak... Ndërkohë, tradicionalisht ka qenë aleati Amerikës atë pjesë. Deklaratët e liderëve të vendeve të cilat në një mënyrë ose tjetër varen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që përgjigjja ka që but e Iranit duke i paralajmëruar Katarin, duke e de facto edhe Amerikanë, se për ju bombardojna. Sipas disa informatave, edhe presidenti Amerikani ka paralajmëruar iranianët që do t'i bombardojna, ose ata e kanë bërë si film kështu. Qysh ndëgjova një analizë në Al Jazeera, tha kjo është një luftë super gentleman, ose fisnike e shekullit 17. Pikpyetja është që deri tash, deri me 12 qershor, Agjencioni Atomik i Kombeve të Bashkuara ka pas një kontroll dhe e ka ditë qartë sa është uraniumi i pasuruar i Iranit, sa janë centrifugat. Por që nga eskalimi ato janë zhduk. Është e qartë që në ato vende ku është bombardu nuk ka radiacion. Edhe Irani vetë ka deklaruar që ne kemi larguar edhe ato të pasuruar të centrifugat. Edhe ky deklarata më e fundit është shefi i agjencionit të atomik të Iranianit, ka deklaruar që në veç already kemi filluar ta ristartojmë dhe refresh apo renovojmë programin tonë bërthamor. Do të thonë Irani për momentin nuk e ka ndërmend me ndërprer, barem deklarativisht. Prandaj unë mendoj që për fat keq do të ndodhë si ndodhi në rripin e Gazës. Rripin e Gazës ka pas një arpushim me 11 janar, ju ndodhi disa shkëmbime, që nga atër ju vrarë dhe një 4-5.000 vetë atjerë. Momentalisht, a është arritur interesi apo qëllimi Netanjahut, barëm i proklamuar që do të ndalën do të vononte, do të prolongonte armë nukleare nga Irani, është pikpyetje, nuk ka ndryshim të regjimit, si që filluan të aludojnë disa, kështu që unë besoj që mund të ketë një pauzë për pasi kohë do të ketë përsëri një rikthim, ose ndoshta është duke ju lanë një periudhë 6 mujore, 1 vjeçare popullit të Iranit që ta bëjnë vetat ndrym, ndoshta kanë shumë informata të CIA, ka shumë aty fakti që me qindra po thotë dhe me mira iranian janë arrestuar se po bashkëpunojnë me Izraelin, tregon që gjërat janë atje duke u dridhur. Se ne kemi edhe 3.000 disident që strehuan në Shqipëri në anën tjetër, por as 15 sekonda. As kush nuk e ka vrejt deklaratën e një zyrtari kur ka fillu lufta Izraelit. 12 ditë do zgjat lufta. Sot fiksim 12 ditë. Unë e kom përmen shumë në permisione. 12 ditë. Sot është pra, shifët që ka qenë një farë koordinancë ta qështu, po mos i në të rritë. Okej, do të kthejmë prap aty. Durmishi, faleminderit shumë që jemi program, por përpara se të vi tek ty, më të lutem më le të shkoj tek Bajra shpejt, sepse kam një pyetje që në fakt lindet si pjesë e këtij diskutimi këtu. Nëse Bajra nuk është ka humbur targeti kryesor, apo qëllimi kryesor i kësaj lufte, po e themi kështu, shkatrimi i programit bërthamor, atëherë në fakt, cili është edhe në anën tjetër nuk ka një lëvizje politike, se ne do të presim mbase që të ketë ndryshim të regjimit atje, a ka mundësi apo rrezik, mund ta konstatojmë edhe si të tillë, që Amerika të hyjë me trupa në Iran, duke ditur që ka trupa gjithandej në rajon? Është e pamundur, edhe është politikisht shumë delikate për Amerikën, sidomos për presidentin Trump të dërgojë çizme ushtarake në Iran. Kjo nuk e parashoh, është me të vërtetë e vështirë të definohet edhe objektivi i Amerikës në këtë mes ose i presidentit Trump, siç e thash më herët, mos harrojmë një element shumë i rëndësishëm. Administrata Trump sot funksionon pa deep state.
pa mekanizmat e të kaluar 80 vjeçar që e kanë mekanizu, e kanë fuqizu, ose e kanë mundësu Amerikës me pas, si themi, atëfar personalitetin më të rënd, atë rëndësin që e ka pas për shamo me luftën tonë ndaj Serbisë në vitin 99. Sot jemi duke u marrë me një president i cili është transaksional. Unë e thash me heret me qëllim, për shkak se po i shoh dhe sjelljet në tregje. Çdo moment që dërgohet një raket prej Teheranit në drejtim të Izraelit ose anasjelltas, stoqet bin të poshte. Edhe çka ndodh, familja e presidentit Trump investon. Çka ndodh pas 2 ditësh, presidenti Trump deklaron të prononcohet për anë pushim. Çka ndodh në tregjet hypin. Çka bën familja Trump? I cash in ato pozicionet e tyre. Pra, gjithçka po bëhet për ta pasuruar veten. Në mendoj që Trumpi ka mënyra tjera ma pasore mu pasurua. Jo, po ne kemi parë lëvizje të tij dhe rënje të mëdha të investimeve të tij përpara se të kthehej si president. Në anën tjetër kishte shumë të lashe edhe me çështjet e tij bankare. Absolutisht, kishte të lashe të shumta gjatë kohës kur nuk ishte president, por tashmë që u pasurua për gati 5 miliard, 8 miliard të gjithë familja ti, ky është një faktor që duhet merret parasysh. Në anën tjetër të mos harrojmë po ashtu u përmend Kina, por Kina i ka ato si themi shigjeta strategjike shumë më të gjata dhe Irani është problematik shumë e vogël për Kinën, përderisa unë mendoj është saku kryesor, objektivi kryesor është dobësimi i Evropës këtu. Për shkak se Evropa sot e mban samitin e NATO-s, Amerika është shumë pak prezente aty, bëhet më shumë fjalë për armatim të Evropës se sa mbështetja amerikane direkte, në të njëjtën kohë kemi... Më shumë kërcënim në realitet, më shumë kërcënim Bajra, se nuk mund t'ju mbajmë një përjetësisht, duhet ta forconi veten. Absolutisht. Nëse kemi një Gjermani cila ka premtuar që do investoj deri në 158 miliard euro në riarmatim, një Francë cila po shikon mrapa kauçave me gjet lek, me gjet paraç në mënyrë që ta ndihmoj ushtrinë e vet, po ashtu me Britaninë e Madhe në të njëjtën mas, jemi në një pikë ku NATO vet sot Mark Rutte deklaroi në mëngjes që brenda 10 vjetëve do të kemi konfrontim me Rusinë. Është e pashmangshme. Pra, kjo farë asimetria Iran jam dakord me parafolsin që e përmendi që kjo mund tjetë edhe një farë asimetrie, një farë lloj shmangje e vëmendjes tek pikat qendrore që është uraniumi, që është pasurimi uraniumi nga Irani dhe rreziku bërthamor ndaj Izraelit, por unë mendoj që multidimensionaliteti i presidentit Trump edhe i administratës së tij duke përfituar edhe duke shndërruar diplomacinë amerikane në një arkitekturë transaksionale, besoj se pikërisht kjo është objektivi, kjo është ajo që e dinamizon këtë proces, edhe do ta shohim në ditën e vazhdim që nuk do të kemi luftë të zgjeruar, por do të kemi, si themi, kriza të lokalizuara, sepse... Por Bajra, ka vetëm 7 minuta më herët ka reaguar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trump, duke deklaruar se të martën pra të dyja vendet, si Izraeli ashtu dhe Irani, kanë shkelur marrëveshjen e dakorduar disa orë më parë të anëpushimit. Madje, ajo një situatë e re Bajra, se ka pak nasib veçanërisht ndaj Izraelit. Po natyrisht, për shkak se shkapja unë sot kam përshtuar një ril. Skapja ose pavarësia, si që quaj unë, e administratës Trump nga influenca e Izraelit edhe lobit hebrej në Amerikë është shumë rëndësishme këtu të kuptohet. Pra presidenti Trump e ka për inati të influencohet nga lobet fuqishme atje. Ai gjithnjë për 40 vite ka lobuar për këtë punë që të heqet fuqia lobeve në administratën në Kongresin në Senatin Amerikan, edhe presidentet Amerikan të jenë domethënë autonom në mënyrën se si marrin vendime. Edhe kjo pikërisht është edhe strategjia e presidentit Trump në mënyrë që ta largoj një herë për gjithmonë influencën e lobit hebrej në mënyrën se si ai i bën politikat edhe përpilon strategji diplomatike të Amerikës, edhe pikërisht kjo është pika ku Izraeli duhet të ketë shumë kujdes, edhe Izraeli mendoj unë është pikërisht në pikën më të rrezikshme të ekzistencës së saj tani edhe në muajt në vazhdim. Netanyahu dje tha Trump është presidenti më friendly, më miqësor që ka pas Izraeli në historinë e ekzistimit. Po, nëse se do të Netanyahu, kur të ta thojnë realitet, me gjithë të përgajë që ka marë. Por, Emanuela Durmishi është bashkangjitur që sa kohë në program, fillimisht, faleminderit për kuptimin tënd, Emanuela. Në anën tjetër, na ka thënë Bajra shumë gjëra në fakt që ne mund të shohim në një të ardhme të afërt një hakmarrje amerikane ndaj Izraelit për shkak të faktit se do të jetë qafe Trumpi ndikimin e natyrisht shumë njerëz të pushtetshëm që vinë nga ky komunitet.
Atere, ka të dhëna shumë konfuzive, do të thoja, dhe ky konfuzion ka krijuar her pas here, do kthesha mbrapa edhe tek me momenti i taksave, kur Trumpi vuri taksa kundrejt gjithë vendeve përfshirë edhe Europën, pastaj i tërhoqën në një moment, këto ndryshuan ekonominë botërore. Jemi në të njëjtën situatë. Mesazhe që pastaj tërhiqen, krijojnë një konfuzion dhe kërkojnë lëvizje, dhe krijojnë lëvizje. Do të kujtoja diçka tjetër për të përgjigjur. Unë jam dakord me shumë gjëra që tha Balla. E do shtoj diçka tjetër. Para se Izraeli të sulmonte, pas Izraeli sulmoi Iranin, doli me një deklaratë ku tha, neve falenderojmë në fakt të presidentin Trump sepse ato që dukeshin bashkëbisedimet midis Shtetet e Bashkuara dhe Iranit të atyre ditëve, para pak ditëve të sulmit, ishin në fakt një kurth i para përgatitur prej të dy vendeve për të ulur vëmendjen dhe mbrojtjen e Iranit. Ndërkohë që ato ditë thuhej në media që Netanyahu apo Izraeli ishin kundër, në thonjë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtyre lëvizjeve që ata përdorën. Kështu që do shikohen të gjitha këto lëvizje për faktin sepse janë të shkurtra dhe shumë të kundërshtueshme, me njëra tjetrën duhen shikuar afatgjatë. Besoj se janë dy vend shumë miq me njëri tjetrin. Dhe kjo u duk me ndërhyrjen e Trumpit të drejt për drejt, do të thoja në lëvizjet e tij kundrejt Iranit, kur sot në orën 6 paka shumë mora vesh që do të kishte një armpushim, në fakt për një moment mendova, si është e mundur se çfarë do ndodhi. Ajo që ndodhi ishte që pak orë më vonë ky armpushim teorikisht nga Irani pastaj tha jo nuk është e vërtet, çoi në një escalation të mëtejshëm të ngjarjeve. Nga ana tjetër però, Trump ishte në një moment ku pjesa demokratike në Amerikë kërkonte impeachment për presidentin Trump për ndërhyrjen e tij dhe për mënyrat se si ishte ndërhyrë. Fakti që ai nuk u përgjigj, ose të paktën tha që nuk do ju përgjigjemi, deklarata e tij ishte nuk do i përgjigjemi Iranit kundrejt sulmit që ai bëri bazave tona, nxori atë si një figurë gati paqësore. Përdori dhe fjalët, e lejuam Iranin që të shfrynte inatin e tij, tani do kthehemi në një moment paqe. Në këtë farë mënyrë pastroi, do të thoja, fytyrën e tij dhe imazhin e tij dhe nxori pak a shumë nga problematikat e brendshme brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do të kujtoja diçka tjetër që është shumë e vërtetë. Në fillimin e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, një gazetar më bëri një pyetje. Ku do të arrihet? Në atë moment thash do të arrihet në rritjen e investimeve të vendeve të NATO-s në 4%. U gabova sepse thot firmoset 5%-shi përveç Spanjës, që paraprakisht duke kërcënuar se do t'jepte veton, arriti që të tërhiqej nga ky traktat dhe të lejohet që të përdori ato parametrat e veta. Kjo do të çonte në një shkatërrim gati, do të thoja, të atyre që janë sistemet ekonomike sociale, sepse Spanja e deklaroi hapur, nëse unë do të investoja 5% të prodhimit të PIL, prodhimit të brendshëm, lort, në investimet ushtarake, atëherë do të thotë që 3.000 euro në vit, që unë do të investoja për çdo person, brenda vendit do i hiqja nga shëndeti, nga pjesa sociale, nga çfarë matematika të tyre. Rusia investon 40%. Fal? Rusia momentalisht është duke investuar 40-45% të bruto buxhetit në ushtri, dhe me këtë ritëm deri vitin 2030 do të ketë 11.000 granata me Evropën në racio, e prandaj është kjo urgjencë që të prodhohen projektila, kjo është temë veti. Patjetër, por kisha mundur. Më fal, të shtoj diçka, kjo është temë vete, por ishte diçka që ishte parashikueshme. Dhe çdo lëvizje pastaj ka çuar në këtë. Do të jepja në fakt disa të dhëna, meqense nuk ishte të dhëna për sa i përket atyre që janë dëmet në Iran. Atëherë, për sa i përket bazës së Fordo që ndodhet, ju dërgova para disa ditësh, në fakt isha në Rom dhe nuk mund të merrja pjesë. Dëmet janë thjesht në janë krijuar 3 kratere në bazën e Fordo. Vetëm se Irani nga ana tjetër falenderoi Shtetet e Bashkuara që kishtin lajmëruar për këtë sulm dhe para disa ditësh të dhënat satelitorë, dhe kjo është e pranuar tashmë, tregojnë një lëvizje shumë të rëndësishme të atyre të përmbajtjeve
të bazës së Fordus. Po, sepse në fakt u tha përpara se të bashkangjitesh në program, pra Emanuela edhe ti e beson këtë që është tërhequr, diku rreth gjithë ajo sasi qindra kilogramshe është tërhequr nga ty. Po, absolutisht po. Është tërhequr, ka për sa i përket bazës së Natansit, pjesa sipërfaqësore është shkatruar, por nga ana elektrike janë shkatruar dhe tunelet e brendshme. Esfahani pastaj që është pjesa ku bëhet pasurimi, ka patur dëme më të rëndësishme. Nga ana tjetër, si përgjigje, kundër përgjigje asaj që e shkeljes së këtij pushimi, para pak mas një ore, Irani tha që do të vazhdoj dhe po lëviz... Emanuela, pyetja thelbësore këtu është, se për të tërhequr mbase janë tërhequr këto, po bladhe ku janë tani, sepse ne dim pra që Irani ka qenë duke ndërtuar tunelet të ndryshme, por geografikisht janë larg nga Fordo, ku mund të strehohen ato, dhe në anën tjetër dua të njëherë të kthehem tek çështja e 12 ditoshit, sepse dua ta analizojmë më shumë delikatesë këtë që sapo na the. Isha me Biladin se në ka dhënë një paralajmërim në fakt që sipas atyre deklaratave politike që janë bërë ditëve të fundit, i bie që ke pas nga ana izraelite, pra deklarime se gjithçka do të zgjatë për 12 ditë dhe sot është e 12-ta ditë. Kështu që dua të di që çka na pret tutje. Është interesante si deklaratë. Mendoj që fillimi se nuk është konflikt. Konflikt mund të jetë Amerikë-Iran. Në konceptin asaj që ikë, edhe Gjedi Vance ka thonë, ne nuk jemi në luftë me Iranin, se ka ndikim impakt brenda Amerikës, që u shkel ligjet kushtetuta, pa u marrë vendimin në Kongres. Këtë 12 ditë, shtyn të mendon njëri, logjika shnosh. Shif njerëz kur flasin për këto gjana, mendojnë që lojnë fëmijëve, gjanat e uraniumit e këto. Unë besoj që ka humbur logjika në gjithë polet. Mendoj që goditja e tillë, para mendon e rrezatimi i tillë ku do të mrrinte. Për Iranin po se po një Çernobil i ri, i viteve të 80-ta, po edhe për ne këtu, rrezatim, radioaktivitet, me siguri. Dhe kjo mendoj që ka qenë një farë lloj dakordance dili i arritur. Nuk e mendoj. Plotësisht të kanë gabim ata që mendojnë. E para që shkatru programi për ta marrë. Ka shumë mistifikim, është ende informacionet janë. Këto janë dëshira, fontana, njerëzve, palve, njerëz simpatizant, ka shkatru, ka bë, këto. Problem është, e përmeni nderoni çështjen e Rusisë, nuk është hajgare, nuk hinë Amerika në luftë me Rusin. 5800 armë koka bërthamore ka Rusia, 5200 Amerika. Nuk është... Një me kalu bën e shkatron. 6 bota tilla me ka shkatron. Një me kalu atë Iron Dome, nëse... Ajo çka mendoj, Evropa është jashtë, më thëmë, funksionit. Bilin e Gjermani ka përleshjet mëdha, që politika jashtë me Gjermana është null. Do thot Evropa si koncept, politikën e jashtme, ata mund të afonizojnë me materiale ushtarake Izraelin, Anglia, Franca dhe Gjermania. Dhe Serbia e pranoj tash së funi. Po dhe, do thot, ndikimin në geopolitikën dhe në konfliktin, në luftën Izrael-Iran, është jashtëzakonisht e dopt Evropa. Shifet Evropa, po, para mendone, thuhet dhe ka analiza 15 milion banor mund të marrin rrugën për Evropë, refugjat. Porta por jemi 10 milion. Dhe deri po që se ka gravim të situatës. Do thot do jemi porta, ne Evropa do jemi porta. E Ballkani, më falni. Bile, kjo do thot është problematik. Jashtë kostës të problematikës ekonomike, zinxhirore për artikull që do të me ngritjen e natës. Nga Hormuzi, 17 deri 20 milion. A mund të vi Trump me këtë propozim, realitet? Po, unë e mendoj, shif, mes Trumpit dhe Putinit ka 2 botkuptime. Trumpi është njëri biznisit. Putini është KGB-vc. Dhe është tirë në tavolin t'ja që qlahun. Por, Rusët e kanë një dakordancë. 3 zonat influencës do t'i kemë botë. Rus, Amerikan dhe Kinez. Po lindja mesme, problemi kyç është ku do arrim në çështjen palestineze. A ka kalkulim nga ana Trump për përfitim të tij politik dhe pasurim të tij ekonomik? Shef, kjo nuk është që ka të bëj me sigurinë e përgjithshme globale. Sepse ne nuk e di as koincidenca çka, por ne po shohim lëvizjen aty. Ai është një filantrop një fuqi e madhe magnat. Por nuk e besoj që komplet. Unë e di që problemet në botë ku ka konflikte janë resurset dhe burimet ekonomike. Është e vërtet. Por Trumpi nuk hyn atë lojë të luajë me kapitalin e vet të krijojë kapital për Izraelin. 2 koncepte janë rujtja e ekzistencës së Izraelit dhe Izraeli me këtë luftë. Kto thot Hares, nuk e thot Lutfi Bilali. Po. Është në Tel Aviv gazet që thot Izraeli ka humbur luftën.
Arsyeja është, Izraeli nuk mundet të ardhmen më të jetë ai shtet që kur do dhe ku do ta goditi kanë. Në anën tjetër, Bajra, ka humbur edhe koncepti i shteteve të bazuara në fe dhe në sheriat, sidomos pas disfatës së Iranit. A ka humbur kjo logjik, nëse për Izraelin ka humbur primati që ajo mund ta sulmojë në ardhmen dikë, a ka humbur kjo për ta zëmë shtetet të tjera arabe që të mos jenë të bazuara në këtë sistem politik fetar? Po, deri diku ka humbur, sepse ka humbur pikërisht me 2001, pas sulmeve të terroristët të Bin Ladenit në New York. Por në anën tjetër, mos harrojmë, lufta e Izraelit është permanente. Lufta e Izraelit për ekzistencë është permanente. Si themi, përpjekjet e këtij shteti të vogël i rrethuar me 95% territor armiq, do të jetë permanente. Edhe mos harrojmë një element shumë të rëndësishëm këtu. Ne po flasim për një ekosistem të përkohshëm. E kam fjalën për atë administratën amerikane në Washington. Pas disa viteve do të kemi zgjedhje amerikane. Politika amerikane, politika afatgjate e interesat të ndërthurura amerikane në lindjen e mesme janë për te Izraelit, por Izraeli është kryesori. Dhe më thonë, kur kemi përfundim të presidentit të administratës, të mandatit të tij si president i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, mund të kemi edhe një shtyrje të mandatit të tij, mund ndodhë dhe ajo. Ne do të kemi një rifrazim, do të kemi një riaranjim të gjithë interesave amerikane në lindjen e mesme, dhe kjo është me rëndësi të kuptohet nga gjithë ne. Këto transaksionalitetet e sotme, unë gjithnjë kam qenë i bindur që nuk do të kemi luftë e eskalimit të atij modeli apokaliptik, por gjithnjë në mundësi, siç e kanë thënë edhe Rothschildet, when there is blood, there is money to be made. Dhe më thënë, si term, akoma ekziston, edhe unë i qëndroj besnik asaj që tash me sepse tregjet po tregojnë me anë të ekraneve sot që i pashe këto 3-4 ditë të fundit që po i përcjelli, që luhatjet në tregje janë mundësi e mirë edhe për klikën e Trump për të përfituar. Në anën tjetër është edhe mundësi e mirë për Izraelin për të testuar teknologjitë e saj të fundit ushtarake. Edhe Irani është, si themi, një easy punch bag, ose një godice e lehtë për të bërë testime të tilla. Uraniumi i humbur është me të vërtet kritike. Rusia është e zhytur deri në fyt në këtë, edhe do ta kuptojmë më shumë në ditët në vazhdim. Mirë, në fakt të jemi bashkë në besoj në ditën në vazhdim. Më lejo Emanuela të përshëndes Emanuel Bajrën, kënaqësi të kishte programin nderuar. Gjithmonë faleminderit për analizat që bëjmë bashkë dhe natyrisht do të jemi në kontakt edhe ditëve në vazhdim. Po Emanuela? Atëre, mu bë shumë qefi që Lutfi Bilali shtoi diçka dhe kujtoi diçka që nuk përmendet. Si kërcënim për Europën, por që është shumë e rëndësishme. Ai foli për kërcënimin mbi lëvizjen e refugjatëve apo të migrantëve në konfliktet e shumta. Në fakt, drejt Europës, ky është përdorur, pavarësisht se nuk flitet shumë, dhe përdoret si kërcënim dhe si trysni, si armë për destabilizimin e Europës. Do të kujtoja diçka, jo vetëm nga lindja e mesme, por nëse ne do të shkojmë në Afrikë, rrugët e kalimit të refugjatëve nga pjesa subsahariane në pjesën e Afrikës Veriore dhe pastaj drejt veriut janë të kontrolluara dhe kemi bazat ushtarake ruse. Dhe këto përdoren dhe do të përdoren gjithmonë si një presion ndaj Europës, jo vetëm ndaj Europës, por ndaj kujt shteti. Dhe kjo duhet patur gjithmonë parasysh. Në këtë moment janë të kontrolluara nga pjesa ruse. E qartë, në fakt. Le të shohim në fakt si që ndodh. Ari, pra ne shohim sot një deklarim surprizues të Trumpit, që tani kërkon një fajtur për atë deklarat bombastike që dha se ka një marrëveshje anëpushimi. Tash, o nuk ka pasur marrëveshje dhe kjo mund të ketë qenë për konsum politik, o mund të ketë pasur një mos komunikim me Izraelin. Që edhe ka pasur, do shta dhe me anë të Trumpi ka luajtur në atë letrën që me anë të një deklarate të tillë publike e vendos para aktit kryer Benjamin Netanyahu. Por unë besoj që ai sulmi iranian disa minuta para se, ose pasi si thot Izraeli ka filluar afati kalimtar armëpushimit dhe ka goditur dhe ka mbytur 4 civel. Edhe këtu duhet ta themi një dallim të qartë ndërmjet soqeve të cilat Izraeli godet në Iran dhe Irani në Izrael. Do të thonë Izraeli godet soqe ushtarake, infrastrukturore, nuk kam dëgjuar që ka goditur ndonjë ndërtesë. Në anën tjetër, Irani çka të kalon. Tash, argumenti moral Izraelit i ka humbur për shkak të mënyrës se si e ka shkatruar dhe po bën krim në llojet vet në rripin e Gazës që filloi se si filloi.
Unë po shpresoj që me gjitha do të ketë një pushim për një kohë të saktuar, por a janë shkatruar ato centrifugat jo, ose nuk po dihet ku janë. A u shkatruar shefi i programit iranian për ta marrë thot programi veç me njerë ka filluar të rinovohet. Kjo të thotë se brenda 6 muajve do të vim në një situatë të këtillë. I Netanyahu tashmë është duke u ballavaçuar me kritika nga krahu radikal ekstrem sepse për ndërbrejnë luftën kur gjë nuk e arrit. Kur gjë nuk e arrit edhe në rripin e Gazës, sepse plani atje është për kundër shkatrimit edhe vrasjeve, masakrave, Hamasi ekziston. Raportet thojnë se për çdo një Hamas të vrarë, 10 të tjerë po bashkohen. Sa i përket atyre kanaleve, ne po e shohim rripi i Gazës është, si më thonë, një stadium i madh, një burg kolektiv, edhe ende, do me thonë, ka tunelit të pasbuluara, ka po harrojmë civil të rinj, izraelit të kidnapuar, që nuk dihet çfarë gjendje janë. E LRM i Iranit, që është një prej shteteve me territor më të madh. Unë po mendoj që është ndoshta, ose po shpresoj që ndoshta ka mesazhe nga brenda strukturës islamike iraniane që është ball dhe do të lidhen me një lëvizje qytetare dhe Irani do t'i kthehet demokracisë, sundimit të rendit ligjit, megjithëse në lindjen e mesme kjo është shumë e vështirë dhe kjo nuk mund të ndodhet me një intervenim të jashtëm. Sado që Netanyahu thotë ne po e sulmojmë establishmentin dhe jo popullin, e dim edhe nga realiteti jonë në Ballkan që kur të sulmon dikush juhuji ti bashkohesh me liderin ton që ndoshta deri dje e ke kritikuar dhe ke funduar. Natyrisht, gjërat edhe mund të ndryshojnë. Emanuela, një koment për mbyllës, pra dita e 12 ishte paralajmëruar se mund të përfundonte gjithçka, pavarësisht deklaratës së Trumpit, sot shohim se në fakt duket se gjithçka do të vazhdojë. Çka do të ndodhë në 24 orëshën e radhës? Atëherë, 24 orëshën e ardhur do të kemi një escalation të lehtë, gati provokues midis të dyja palëve, ajo që u pa edhe pa kohë pas. Do të kemi një rritje, sepse e kemi parë edhe në Itali, për shembull, një rritje të atyre që është alarmi kundrejt atyre që janë sulmet, nuk mund të jenë sulme me rakete drejt Italisë apo drejt vendet e tjera, por sulme të hibride nëpërmjet kibernetikës apo sulme të llojeve të tjera, rritje të alertës brenda Europës apo jashtë saj. Asnjë orë nuk ka kaluar kur Ayatollah Khomeini doli në një intervistë, u duk shumë i lodhur. Nga ana tjetër, pasardhësi Reza Pahlavi i dytë deklaroi përsëri që është gati që të bëhet drejtues i Iranit, por fakti që ka patur viktima në Iran ka krijuar një shumë përkënaqësi edhe në bazën e atyre që ishin personat që i mbështetsin brenda për brenda. Do të kujtoja që Reza Pahlavi është rritur në Amerikë, ka një formim ushtarak brenda për brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një mik shumë i mirë i Netanyahut, si e tha bashkëfolsi më parë, pavarësisht se kjo ishin dy objektive, ndryshimi i regjimit në Iran dhe nga ana tjetër prishja e asaj që ishte pasurimi i uraniumit, do të jetë një escalation që do të zgjati pak më tepër, duhet të kemi kujdes dhe këtë e kam thënë gjithmonë. Në bazat rreth rrotull në Irak, ku kemi një forcë të Iranit shumë të rëndësishme, baza të shërbimeve sekrete të Iranit, dhe në fakt do kujtohet që para pak ditësh në Irak u ngritën me flamuret e Iranit në mbështetje, do të mbaja nën kontroll kanalin e Hormuzit, nën kontroll për pjesën siriane, se edhe aty mund të ishte problematika për kryengritje të brendshme, do të thoja. Lëvizjet e Iranit janë të kontrolluara nga Turqia, që deklaroi menjëherë me një fjalë të kishte kujdes në këtë drejtim. Për tëra këto pika do të kisha kujdes. Nga ana jonë e Ballkanit u pa edhe në sulmin kibernetik kundrejt bashkisë së Tiranës, këto do të ishte lëvizjet. Lëvizjet janë ato lëvizjet e luftës kibernetike më tepër. Gati jo drejt për drejt nga Irani, por nga ata që e mbështesin Iranin, sepse do të kujtoja që në fakt fuqia kibernetike ushtarake e Iranit është në 19% asaj që është. Dhe në fakt nuk është për të hedhur poshtë. Emanuela, faleminderit shumë që ishe sot në program. Faleminderit kënaqësi për herë të dëgjojmë dhe natyrisht të bashkëbisedojmë lidhur me këto zhvillime të fundit. Faleminderit juve. Atëherë pra ne përmendëm shkara zjarri, kemi diskutuar dje dhe më gjatë këtu në program për faktin se Shqipëria strehon diku rreth
3.000 disidentë si pas 5.000, një politikos qytet i vërtet në Komës. që në realitet mund potencialisht, po e themi, po e hiperbolizojmë, por mund të jetë lideri i jashtëm i Iranit duke ekstremua në Shqipëri, teorikisht. Ata ka qenë është organizatë sekulare të cilët kanë luftuar kundër do më thonë, në 79-ën kur ka ndodhë ajo që quhet revolucion islamik, nuk ka qenë fillimisht revolucion islamik, ka qenë revolucion sepse mreti i atërshëm ka qenë shumë i korruptuar, njeri i Amerikës, apo tash djali i tij apo nipi që po përmendet, që nuk besoj që ka gjasa sepse iranianët ende kanë të kthjellë aparatin e tij të ashpër, okej, në pamje u kanë do më thonë, u konë Coca-Cola, u konë moderne, por do më thonë, u konë diktatorial edhe shumë korruptive. Dhe për atë arsye ka ra aqë fuqishëm. Kanë qenë ato dhe lëvizjet e majta, feministe, por pastaj ndodhi që, për shembull Sorte, Zhizheki u konë njëri këta filozofët që për shembull dhe majta jo, këto ka qef shumë i përmen. Ai ka qenë aty në çdo ditë ka nejt me Homeinin, i ka një mu mi gjiru ato, sepse e ka bët ashtu quajtur revolucionin e kasetave, ka incizuar fjalimet në Paris dhe i ka dërguar në Iran dhe e ka bërë këtë, por kur e ka marrë pushtetin, i ka mashtruar edhe e ka bërë këtë që është tash. Unë menoj që me gjithat ndryshimi mund të ndodhë edhe ndodhë mrena për mrena, nuk mund të ndodhë pas një sulmi nga jashtë. E kumë përmenë më herët, një vit pas humbjes së luftës në Kosovë, rast Sloba, ka dhe rastet të tjera. Unë veç isha nalë pak në një deklarat parafucit, i cili e përmeni diçka për Amerikën që është ma agresive, edhe që po menoj që ndoshta është edhe në paralelizëm shumë i thjesht, por ka pika të përbashkëta. Trump e sheh veten si Reagani në vitet e 80-ta, kur ishte nevojshme që të jepej një goditje përfundimtare Bashkimit Sovjetik, i cili ishte bërë një si thuhet, një tigër pe letre. Tigër pe letre është edhe Irani sot, tigër pe letre deri dikun është edhe Rusia me njëna armët nukleare. Dhe u zhvesh realitet, u zhvesh. Po, edhe ishte koha e asoj politikës multikulturale që e lansoj. Të vëdhonë, Bushi dhe gabimi ti në 2003, Amerikanët e një farë guilty feelings, fillojt Obama, pastaj Biden, jo me që sene, u vrej që kjo nuk dhejës. Me gjithë thatë në botë du të jetë një policë. Edhe më mirë të jetë një policë me të gjitha gabimet edhe të këshia që ndoshta ka të jetë në SBA, në New York, ku ka një lloj demokracie edhe një lloj kontrolle. Mirë, Ari, faleminderit që të mund knaci, me të vërtetë që të bëjmë analizat të tilla për këto ngjarje që nuk ndalen, sa shkojnë e shtohet dinamika atje, do të jemi bashkë sigurisht duke parë zhvillimet edhe gjatë ditën vazhdim. Knaci për herë, pra kemi pasur një panel të ftuar i zhbukur të gjatë në këtë transmetim drejt për drejt për këtë që po ndodh në fakt në mes të Izraelit dhe Iranit, dhe shputemi tani me pak publicitet. Një nga njerëz më me peshë në këtë program është Ad Klulow, në fakt një ish ushtarak nga Britania e Madhe, që vetëm pas pak lidhet në program për të folur natyrisht edhe për rajonin Ballkanin dhe kërcënimet serbe. Kthehemi vetëm pas pak në një intervistë me ta.